Fermerët e prekur nga përmbytjet që shkaktuan dëme të shumta në bujqësi, protestuan paraditën e kësaj të martë përpara Bashkisë së Maliqit, duke kërkuar dëmshpërblim nga shteti për humbjet e shkaktuara në prodhimin bujqësor. Sipas tyre, përmbytjet janë pasojë e keq menaxhimit dhe mungesës së pastrimit të lumenjve dhe kanaleve kulluese, çka ka sjellë përmbytjen e sipërfaqeve të mëdha të tokës bujqësore. Fermerët thonë se e gjithë toka është mbuluar nga uji dhe se deri më tani nuk kanë marrë asnjë mbështetje konkrete nga institucionet shtetërore. Kanë ardhur ka bërë matit e tokave tëra dhe nuk na kanë dhënë asnjë lloj shpresë, asnjë lloj garancie që ne do shpërblehemi, do marrim 1 lekë. Ne nuk duam fitime, si ta them, maksimum, po ato që kemi edhe të paktën të na i kthejnë. Të na japin farat, qirat e tokave dhe punimet që bëjmë me zëtor, që ti punojmë prapë. Kërkojmë edhe takim me ministrin pas kësaj që të na japin drejtim. Problemi kryesor është përmbytja njerë. Kjo është tema kryesore. Përmbytja. Dhe përmbytja krahas faktorit atmosferik ka erdhur dhe si rezultati i faktorit njerëzor. Dhe faktor njerëzor quajmë organet e pushtetit, që prej 4 vjetëve nuk kanë pastruar asnjë gjë në fushë. Nuk kanë pastruar. Dhe detyrimisht fusha do mbytet. Fermerët paralajmërojnë se nëse nuk do të ketë reagim dhe dëmshpërblim nga autoritetet, do të përshkallëzojnë protestën duke bllokuar rrugën. Protesta do shkallëzohet. Do bisedojmë prapë, siç kemi ngritur një grup fermerësh që kemi organizuar dhe protestën dhe do kemi marrë angazhim të bllokojmë kryqëzimin Liponik, të penalizojmë qarkullimin e makinave, se ne s'na dëgjon njeri. Dhe ne do përpiqemi me fuqinë tonë sa kemi, kaq sa jemi ne do bllokojmë rrugën. Protesta është monitoruar nga forca të shumta të policisë së shtetit, të cilët u pozicionuan në hyrje të Bashkisë së Maliqit për të garantuar rendin dhe sigurinë. Zona e Maliqit renditet ndër më të prekurat nga përmbytjet në qarkun e Korçës, veçanërisht në sektorin e bujqësisë. Sipas të dhënave të fundit, rreth 3600 hektar tokë bujqësore e mbjell ndodhen ende nën ujë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme ekonomike për fermerët e zonës.